U rikthejmë sërish në studio, si që potencova edhe më herët që kemi edhe një tëftuar tjetër, por në fakt nuk është tëftuar ajo. Ajo është një kolege jona, Djelza Miftari Elezi. Pikërisht këtu me ne në studio kemi Djelzën që shumica, po gjithë Maqedonia të njohin se gjatë kohë je në ekranet televizive dhe kështu që të them që je musafire nuk je, ti je më e shtëpisë këtu. Përshëndetje Djelza, mirë se erdhe edhe një herë në shtëpinë tënde. Këtu zbashku me mua kësaj radhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, është ky një format televiziv të cilën unë e respektoj shumë, sepse pikrisht diku para 15 viteve, zgjimet e mia të hershme të mëngjesit nuk kanë qenë kjo rutina sot që e bëj me fëmijët e mi, për t'i dërguar në shkollë dhe për t'i bërë gati për aktivitetet të cilat i presin brenda ditës. Pikrisht atëherë kanë qenë zgjimet e mia të hershme të përgatitjeve të cilat duheshet vinë në emisionin e mëngjesit. Dhe unë sigurisht që kam shumë vlerësim për këtë emision, sepse gjithë ata të cilat kalojnë dhe ndërtohen brenda këtij formati janë njerëz të cilët i qëndrojnë përgjegjësive pastaj në rrjedhshmërinë e tyre të ndërtimit profesional. Kështu që ne mirë se shumë mirë kemi. Po, është një trampolinë e cila ju ndihmon për ndërtimin tuaj profesional në të ardhmen me patjetër. Patjetër. Atëherë Djelza fillojmë. Ky vit për ty ka qenë që po lëm pas një vit i suksesit. Ashtu të them, ku keni marrë 2 çmime. Të flasim për këto 2 çmimet e marra pikërisht në vitin 2025. Në gjithë rrugtimin tim profesional, unë jo që nuk jam vlerësuar në etapat të ndryshme për punë të ndryshme të cilat i kam bërë, ato të fushës gazetarisë, pastaj edhe të fushës filmit, ku jam e diplomuar. Por që ky vit më ka lënë një ndjesi shumë më të ngrohtë, sepse kisha bërë një rrugtim të punës time në heshtje, pa zhurmë, pa ja thënë askujt, por planet të cilat gjithmonë i kam hedhur në letër, arritëm që të realizohen në vitin 2025. Nuk po them që janë realizuar 100%, por që jemi në rrugë të mbartë që t'i vazhdojmë vitin 2026 dhe t'i bëjmë të mundura dhe të kapshme. Them që është një punë e vazhdueshme, është një punë kokëforcie, ndoshta e imja, është një punë të cilës unë nuk i kam dhënë dorëheqje asnjëherë, edhe një punë të cilën kam dashur me çdo kusht që të realizoj. Kanë qenë pikërisht 2 dokumentare të cilat unë i kam punuar me shumë kënaqësi, dokumentare të cilat për mua kanë qenë shumë të rëndësishme. Gjithmonë temat të cilat unë kam prekur kanë të bëjnë shumë me autobiografit. Jam njëri i cili gjithmonë dua të mësoj për temat e jashtëzakonshme të cilat njerëzit i kanë kaluar brenda jetës tyre, temat të cilat i kanë formsuar si karaktere, si individ, po dhe si profesionist në fushat e tyre ku kanë vepruar. Por nuk do të thotë që edhe temat e ndjeshme nuk i kam prekur, sepse unë jam një shpirt i trazuar në përgjithësi edhe kur këto tema më prekin edhe më shumë, atëherë unë i bashkangjitem gjithmonë mënyrës se si e vazhdoj për ta sjellë në rrjet të gjithën. Djelza, të flasim pak për rrugtimin tuaj në media. Ke filluar në moshë shumë të vogël në ekran, nga mosha 8 vjeçare, mund të them i lirshëm që je në televizionin e Maqedonisë, një fytyrë që thashë e potencova edhe më herët që të njohin. Sa të ka ndihmuar kjo në rrugtimin tënd? Është një rrugtim shumë i gjatë në televizion, në një rrugtim në media, se nuk mund të thuash një rrugtim në gazetari, sepse si 8 vjeçare ti nuk mund të jesh gazetare, mund të jesh vetëm një prezantues ose një vajzë e cila di mirë të artikuloj, një vajzë e cila di të komunikoj mirë me objektivin e kamerës, edhe ti përgjigjet publikut në mënyrën e duhur, për moshën e duhur dhe për formatin të cilën ajo e drejton për momentin. Gjithmonë kur i kthehem viteve të këtyre daljeve të para të mia në televizion, unë kam shumë nostalgji. Po, sepse unë i kam të regjistruara të gjitha momentet. Në shtëpinë time gjithmonë ka pas një aparat fotografik, në shtëpinë time gjithmonë ka pas një objektiv kamerash, sepse është diçka të cilën unë e kam trashëguar dhe momentet të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme për familjen tonë, gjithmonë janë regjistruar. Edhe këto daljet e mia televizive sigurisht janë regjistruar nga babai. Kështu që unë i kthehem me shumë nostalgji edhe me shumë dashuri. Edhe sot e kësaj dite, unë kur i shoh fëmijë që kanë qasje në media dhe
në ngjitjen e skenave të ndryshme, unë i përgëzoj dhe i mbështes, sepse është një botë me shumë ngjyra, është një botë që nuk të le asnjëherë të mërzitesh, është një botë për të cilën ti mund të kontribosh dhe mund ta kesh si mision dhe mos ta kesh vetëm si profesion. Televizioni është diçka për të cilën unë jetoj dhe televizioni është diçka për të cilën unë nuk shterem asnjëherë së punuari. Gjithmonë kam diçka për të dhënë dhe gjithmonë kam diçka për të bërë. Dhe kjo është për të përshëndetur, shpresojmë që dhe ne gazetarët që jemi pak më të reja të themi, të marim shembull nga ty Djelza, pse jo në të ardhmen të bëjmë edhe ne një punë që do duket në të ardhmen pikërisht. Je fakti gjallë se sa shumë të kam motivuar që t'jesh pjesë e ekranit. Kështu që unë nëse kam ndonjë shikues çdo mëngjes që më komenton, e kam Djelzën. Kështu që çdo mëngjes më shkruan një mesazh, shumë bukur dukesh, shumë mirë je, mos u nervozo, ke bërë këtë gabim, edhe ato gabimet që i kemi. Është një respekt ndaj vetvetes, është një respekt ndaj profesionit, është një respekt ndaj njerëzores dhe ndaj asaj që ti je, që ti përkrahish gjithë ata të cilët bëjnë diçka për të ecur përpara dhe mos t'i pengosh. Kështu që unë këtë e kam si mision jete, që mos t'i pengoj gjithë ata të cilët mund të kenë një sukses në jetën e tyre, gjithmonë i kam ndihmuar, gjithmonë i kam përkrahur dhe do vazhdoj në formën më të mirë të mundur ta bëj këtë, sepse unë mendoj njerëzit e ligë dhe xheloz janë ata të cilët janë mendje vogël dhe mendje mbyllur. Unë atë nuk e kam ndjerë nga ti, si që potencova dhe më herët edhe thash që më ke përkrahur në maksimum, kështu që për çdo gabim më ke permisuar, më ke mësuar dhe kështu që të kemi gjithmonë. Ty dhe gjithë të tjerët të cilët unë i ndjej të afërt. Të falenderoj. Edhe të cilët më lejojnë, sigurisht se ka dhe ata që nuk të lejojnë që ty japish. Të cilët nuk pranojnë as kritikat, as asgjë. Si ka ndikuar kontakti i hershëm në televizion në formisimin tuaj profesional, Djelza? Sigurisht që e ka bërë shumë më të lehtë rrugtimin tim deri këtu, sepse më ka kalitur për të qenë një profesioniste, me të jem korekte me publikun, të jem shumë e saktë në atë që do të them, të jem shumë e vërtetë në atë që do të them, sepse mbi të gjitha ti publikun mund të gënjesh ndoshta për gjendjen tënde emocionale, nëse unë kam kaluar një natë me kokdhimbje ose një ditë paraprake me ndonjë problem timin personal dhe kthehesh në ekran, ti nuk mund t'ja thuash këtë publikut, por e manipulon me një buzëqeshje, por publiku nuk e manipulon dot me një të pavërtetë, sepse gjithmonë duhet t'jesh shumë i saktë në atë që e thua, sepse ti ke përgjegjësi edhe ndaj kamerës si objekt, sepse ti po i drejtohesh nëpërmjet këtij objektivi publikut, edhe më tepër për opinionin i cili qëndron aty për të ndjekur ty. Djelza, çfarë ju shtyu të ndiqni studimet për regji filmi paralelisht me gazetarinë? Tani unë e kam si traditë familjare kështu, edhe kam pas shumë më të lehtë që t'i qasem kësaj. Paraprakisht unë kam studiuar gjuhë dhe letërsi, pastaj kur jam drejtuar regjisë ka qenë krejt një moment tjetër, por unë në vazhdimsi hapësirën time të cilën e kam kërkuar, hapësirën time kreative, gjithmonë e kam parë për te i fjalës. Domethënë gjithçka që mund të thuash si gazetare nëpërmjet fjalës, regjia ta jep mundësinë që ti këtë ta fusish me një kornizë, ta paraqesish në formë të portretizuar dhe ta bësh publikut edhe më të qartë se çfarë po thua me fjalë. Edhe kjo është regjia në fakt, regjia televizive, edhe ajo e filmit. Atë që ti do ta thuash me fjalë, mund ta ndërtosh edhe në formë të portretit. Djelza, na thuaj e theksove që e ke të trashëguar nga familja, sa të ka ndihmuar të themi në këtë rrugtim edhe babai juaj i ndjerë, zotëria Fet Muftari? Sigurisht që më kanë ndihmuar shumë. Prindërit përkrahës janë gjithmonë për t'u përshëndetur, prindërit përkrahës janë gjithmonë për t'i falemderuar, deri në frymën e fundit, sepse ai ka qenë një mbështetës i jashtëzakonshëm për mua dhe një udhërfyes i jashtëzakonshëm. Domethënë unë për çdo gjë që i kthehem kohës në vetvete për t'u ndalur në një moment caktuar dhe për të bërë një analizë si do të vazhdoj tutja apo si do ta ndërtoj këtë pjesë të një filmi dokumentar apo të një pjese televizive, unë gjithmonë do t'i rikthehem vetëm mbështetjes dhe asaj që unë e kam mësuar nga ai. Edhe nga profesorët e mi pastaj tutje. Sigurisht, unë jam studente profesorit Isa Qosja, kështu që është një figurë shumë e çmuar e kinematografisë shqiptare dhe çdo gjë që kam mësuar prej atij është për t'i zbritur kapelen. Dhe kjo është për t'u përshëndetur. Si ndikon formimi regjisorial në mënyrën se si realizoni dokumentar dhe emisione?
Janë dy momente të ndryshme. Realizimi regjistorial i emisioneve sigurisht që ka të bëj me studiot televizive, me ndërtimin e gjithçkaje që ka të bëj me një hapësirë të caktuar. Është kjo një studio televizive e cila e do dritën e duhur, e do zërimin e duhur, e do një ekip shumë të madh i cili qëndron prapa kamerave për ta realizuar dhe për ta transmetuar deri tek shikuesi. Aspekti regjistorial tek filmat dokumentar është diçka tjetër. Sot, në këtë kohë, kur ne po flasim, në të gjitha festivalet ndërkombëtare, po dhe kombëtare, dokumentari hibrid është shumë i përafërt për publikun dhe shumë i kapshëm për publikun. Është ky një dokumentar i cili nuk do shumë ndërtim, i cili nuk do një ekip shumë të madhe për ta realizuar, është gjithçka që aty e prek me dorë, domethënë ti je njeriu prapa kamerës dhe protagonisti është para teje. E ndjek atë në çdo veprim të tij gjatë punës të cilën ai e bën. Dhe ky është një lloj dokumentari i cili po bën namin në festivalet ndërkombëtare, po pëlqejet shumë dhe po shpërblehet shumë, sepse publiku ndoshta edhe është pak i lodhur nga ajo e ndërtuara me shumë ngjyra dhe me shumë klas, e do pak realitetin, e do pak më të kapshmen dhe më të prekshmen. Ndoshta edhe për këtë arsye, ky film dokumentar është kaq shumë i pëlqyer në festivale ndërkombëtare. Nga 6 filmat e metrazhit të shkurtër që keni realizuar, a ka ndonjë që ka një domethënie të veçantë për ju? Janë realizuar në kohë të ndryshme, sigurisht se cili prej këtyre filmave ka një copë shpirti prej meje, sepse unë nëse nuk lidhem me një projekt, unë nuk mund as ta realizoj. Është diçka për cilën unë punoj shumë gjatë, e përjetoj, ndoshta një skenar apo një sinopsis të cilën e gris 30 herë dhe e rifilloj nga e para, por asnjëherë nuk i kthehem atij të cilën e kam krisur një herë së fundi. Gjithmonë mundohem të ndërtoj në një formë tjetër. Dua gjithmonë të befasohem për vetvetes, unë e pëlqej kur ndaj gjëra të jashtëzakonshme për vetvetes, sepse them edhe këtë unë di ta bëj, domethënë e sfidon vetveten çdo ditë. Dhe kjo më bën që në çdo film të cilën unë e kam realizuar, filmat e metrazhit të shkurt, të jap një copë shpirti nga vetja dhe temat të jenë të lidhura pak a shumë diku me jetën time. Nuk do e veçonit një? Jo. Nuk do kisha veçuar një, por janë të gjitha të cilat kanë të bëjnë me diçka reale dhe me diçka të prekshme. Mbi gjitha misionare. Pikërisht, dokumentari kërkon të themi durim dhe thellësi. Çfarë historie ju ka prekur më shumë gjatë realizimit? Janë shumë dokumentar, domethënë unë bëj 2 dekada të plota që punoj filmin dokumentare dhe janë shumë momente historike ndoshta, momente të cilat unë i kam mësuar nga historianë të ndryshëm, janë thellësisht të lidhura me shpirtin ton kombëtar, janë dokumentare të cilat sigurisht të bëjnë që t'jesh shumë krenar për popullin të cilin jemi. Janë këto temat historike të cilat gjithmonë unë i kam trajtuar me një dozë dashurie më të madhe. Më të madhe. Mund të na thuaj se si zgjidhni temat që trajtoni në dokumentarët tuaj? E thash edhe pak më herët, nëse mua nuk ma trazon shpirti një temë e caktuar, unë nuk e punoj. Do me thënë, duhet lidhe me temën që unë ta sjellim më të mirën, pa tjetër. Duhet ta ndjesh, do me thënë. Sa e vështirë është të mbash balancës mes artit dhe gazetarisë faktike në dokumentar? Njëra dhe tjetra, sigurisht njëra e bën edhe më të lehtë opusin faktik dhe tjetra saktësin, gazetaria e do saktësin, ndërsa arti e do një dosë pak më të madhe ndjeshmërie, por që kur bëhen bashkë të dyja, e sjellin sigurisht një rezultat shumë të mirë. Djelza, mund të na thuash se sa i rëndësishëm është edukimi i vazhdueshëm për një gazetare dhe regjisore? Është thelbësore. Gjithçka po ecë me një ritëm shumë të shpejt në këtë jetë, dhe ne sigurisht që duhet gjatë ecjes të ndërtojmë edhe mendimin, edhe kritikën, edhe realizimin në kohën me të cilën po jetojmë. Është thelbësore, patjetër. Patjetër, jeni një kohë të gjatë në fushën e gazetarisë dhe si e vlerësoni sot gazetarin pikërisht në fushën e kulturës, të themi? Ka potencial, unë njoh shumë djemë dhe vajza të reja të cilat e duan televizionin, por që një vlerësim edhe një mbështetje institucionale për ta, do kishte qenë idealja për t'i ftuar dhe për t'i pas pjesë të televizionit, sepse potencial ka. Ka, do më thënë. Nëse do të realizoni një dokumentar për vetën, cila do t'ishte tema kryesore? Shumë pun, vazhdimisht pun dhe shumë kokëfortësi.
Dhe bëjmë një titull bleta punëtore. Bleta punëtore, po mundet. Bleta punëtore, po edhe unë i takoj ati grupi njerëzish që nuk dorëzohen. Unë mund të bie 100 herë, por të ngrihem edhe 100 herë tjera më e fort. Kështu që ja dalë gjithmonë kur dua t'ja arri qëllimet. Djelza, koha po në kalon shumë shpejt, do më thënë, nuk e di se si ndoshta dhe pse njihemi, kështu jemi me një punë dhe shumë cila do t'ishte këshilla juaj, apo mesazhi juaj për gjitha ata të cilët e duan gazetarin, filmin apo artin. Sigurisht që t'i përkushtohen me shumë dashuri, sigurisht që t'bëjnë shumë punë dhe sigurisht që t'a duan në rend të parë, sepse sukseset do t'i thitin dikur më vonë, me patjetër. Është një punë për cilën unë thash që në fillim, unë e dashuroj punën të cilën e bëj, unë jap shpirtin për punën të cilën e bëj, sepse nëse ti nuk i përkushtohesh punës të cilën ti e bën, atëherë suksesi nuk është i mundur. Edhe gjithë ata të cilët duan që ti qasen televizionit dhe gazetaris, ta bëjnë me patjetër, sepse është një për profesioneve më të bukra dhe një për profesioneve të cilët ti hap dyert, të bën shumë të prekshëm për të gjitha aspektet tjera të jetës. Është sigurisht ky një vit cilën unë përmbyll me shumë sukses, një vit cili ka realizuar disa prej projekteve të mia të cilat unë i kam pas si synim, por që 2026 e pres edhe me diçka më të madhe. Çfarë presim në 2026? Po punoj, kështu që surprizë. Po, do takohemi prapë. Përsëri, patjetër, kështu që nuk do bëjmë pak si një hile të vogël, nuk do shkosh te kolegët tjera, te unë do vish përsëri. Po, do vi patjetër do vi. Kjo ishte një shaka, kështu që gjithsesi ne jemi kolegë këtu, është mirë t'i promovojmë kolegët tonë, të cilët kanë bërë një punë të shkëlqyer gjatë vitit, por edhe viteve të ardhme, kështu që është ky një, unë i them me plot gojë, është një institucion i cili gjithmonë i ka shërbyer cilësisë, edhe unë jam krenare për këtë. Dhe ne jemi krenar gjithë dhe mundohemi edhe ne jemi krenar për ty, Djelza, në fund të fundit, për gjithë kolegët tanë të cilët marrin çmime dhe kanë sukseset që arrin deri në majet e suksesit, pse jo. Të faleminderit të Djelza, kështu që pas emisionin ne do takohemi përsëri të pim nga një kafe. Do pim kafe patjetër.